E tani do të ndrojmë temë, do të flasim pak për fëmijët, për motivimin e tyre përmes librit dhe pikërisht për të motivuar të rinjt, fëmijët, të miturit që të krijojnë vargje, por edhe të jenë lexues të fjalës së bukur. Biblioteka Hifzi Sulejmani në Prishtinë për çdo vit boton një libër me dorëshkrime të nxënësve të shkollave të kryeqytetit. Esejt, tregimet dhe poezitë më të bukura nga konkursi Kosova ime, zemra ime janë përmbledhur edhe si vjet në një libër të përbashkët. Për këtë libër me krijime të fëmijëve të Prishtinës na informon Fatime Mehmetaj, zyrtare në Bibliotekën Hifzi Sulejmani në Prishtinë. Ky është një libër për të cilin do të flasim sot, pra Kosova ime, zemra ime. Pra tregime dhe poezi të shkruara nga fëmijët e shkollave të kryeqytetit e për tematikën pasur pra Kosova në sytë dhe zemrat e fëmijëve. Sigurisht për këtë libër e tregimet që i përmban ky libër do të na flet Fatime Mehmetaj nga Biblioteka Hifzi Sulejmani. Kishte shumë tregime të mira, por edhe poezi, sepse s'ka qenë të kufizuar me babet e mesej mirë, po kanë mujt me shkrua edhe poezi. Do të thotë këtë vit nuk kemi caktuar çmimi i parë, i dytë, i tretë, mirë po kemi zgjedhë 6 tregime të cilat do të thonë në mënyrë janë të barabarta dhe kjo do të jetë interesant për fëmijë. Ndërsa gjitha punimet janë botuar në këtë libër që e boton biblioteka, edhe do t'ju shpërndahen sot falas gjitha shkollave. Unë mendoj që është shumë me rëndësi kur një fëmijë e sheh një tregim botum në moshën aq të re, edhe ky është një lloj stimulimi që ndoshta edhe ta edhe më shkruaj edhe më shumë edhe ndoshta na del edhe ndonjë autor i ri prej këtyre fëmijëve. Pra qëllimi nuk është vetëm për t'i shpërblyer, por edhe për t'i motivuar të rinjët, për të qenë lexues të mirë, por pse jo edhe shkrimtar në të ardhmen, sepse aktualisht po na mungojnë shkrimtarët për fëmijë. Sigurisht që biblioteka këtë hap e ka marrë për t'i stimuluar të rinjtë që të lexojnë, që të shkruajnë, edhe që të jenë pjesë edhe e bibliotekës, edhe të regjistrohen në bibliotekë, edhe kjo është një motiv për ta. Nga përvoja jote, cili mund të jetë mbasi ndër vitet më të veçanta, apo çdo vit ka specifikat e veta? Ishte tradit e bibliotekës që konkursit të shpallej me 2 prill, do të thonë ditën ndërkombëtare të librit. Dhe libri është botuar me mesazhin edhe posterin që shpërndahet në gjithë botën. Mirë po, unë besoj që kjo traditë do të vazhdojë edhe në vitet e ardhshme, natyrisht që mund të botohen edhe 2 libra brenda vitit nëse është nevoja për një temë caktuar. Veç le të ketë krijues. Po, le të ketë krijues edhe le të ketë botime, pse jo, për fëmijë edhe stimulim për ta. Ndërsa mund të shëtisim pak në përtituj të dorëshkrimeve të fëmijëve, të cilët kanë qenë të mosh të klasave nga 6 deri te 9, apo jo? Deri te 9, po. Pra tregimi i parë që të dua sa të jetë jeta. Titull interesant që fëmijët e kanë menduar me vendos. Edhe është edhe ilustruar libri. Po, është ilustruar, thash që shtëpia, po mendoj shkolla animacionit Anibar, falas i ka bërë këto ilustrimet, cilat sigurisht që lidhen edhe me temën. Do të thonë bazë të tregimit edhe është bërë ilustrimi. Edhe janë bërë bashkëpunimet, janë shtyp nga kolegët e bibliotekës, edhe komisioni ka marrë me shifra. Shkurt të flasim, do të ketë aktivitete të tjera? Biblioteka ka vazhdimisht aktivitete, do të thonë të planifikuara, po ndonjëherë dalin edhe të pa planifikuara. Kemi vizitat organizuara të nxënësve që vinë me u njoftu me fondin, me mënyrën e regjistrimit. Kemi klubin letrar që bëhet çdo muaj që ka shumë të interesuar dhe është befasi sa shumë dinë ta vlerësojnë librin edhe të flasin për atë që kanë lexuar. E krejt kjo me qëllim që të stimulojmë njerëz të lexojnë edhe që ta vizitojnë bibliotekën, që të kemi më shumë lexues, më shumë përdorues të bibliotekës. Prandaj edhe bën aq shpesh iniciativa për të regjistruar falas. Kemi pas gjatë gjithë vitit pa pagesë. Ka qenë me 2 prill, ditën ndërkombëtare të librit për fëmijë, mandej me 23 prill qershor. Do të thonë kanë pas mundësitë. Dhe shfrytzuan këtë mundësi? Në numër të kënaqshëm? Po, patjetër që kanë shfrytzuar, bile kanë ardhur edhe këtë klasat, kështu për një herë janë regjistruar. Edhe tash të shohin sa do të jenë të rregull gjatë gjithë vitit. Faleminderit edhe një herë, ndërsa unë falenderoj sërish gjithë shikuesit tanë që gjithmonë ndajnë kohën
për programet tona, kështu që sot do të jetë sigurisht të sjellë gjithë java një ditë mbasi ngarkuar me informacione të ndryshme nga veçanërisht nga politika, por megjithatë ne deshëm ta thyejmë pra këtë dinamikë të informacioneve e t'japim diçka të mirë, të bukur, veçanërisht të krijuar nga dora dhe mendja e fëmijëve. Kështu që po e përfundojmë këtë bashkëbisedim duke lutur kolegun tim kameramanin Said Roshupa ta përfundojmë me pamje të librit, pra Kosova ime, zemra ime, me tregime se dhe poezi e të botuar, e të mundësuar nga biblioteka Hivzi Sulejmani.